Shqo, unë përveç që punoj, unë kam edhe kështu merre me muzikë, gjithmonë kam pas edhe para lutës, mirë po luta pak na neglizhoj, dhe merre edhe me muzikë dhe kam dashur që në këto festa që cilat janë kombëtare për festën e 20 nëntorit, ta bëj edhe një këngë për vllahun tim, Dëshmurin Besim Berisha. Me këtë këngë kam dashur të bëjmë një biografi të familjes tonë dhe klipin që kam bërë kam dashur të fillojmë nga shtëpia ku kemi qenë dhe lindja e Dëshmurit, nga kallet nga okupatori serb, ato janë momente që historike, kështu që kam vendosur ta bëj një këngë për Dëshmurin dhe të mbetet si histori. A ishte e vështirë? Me të vërtetë ishte vështirë, mi kushtu vëlla për vëlla ishte vështirë me këndue. Mirë po, kum lidh forca dhe kum dashur me krye një obligim temin, që të bëj një këngë edhe për vëlla tim, dhe kështu të vazhdoj edhe për dëshmorët të tjerë, kam kërkesa të ndryshme, që të këndojmë për dëshmorë të tjerë, që mos të harrojmë historinë. Që cila këngë që të bëhet për dëshmorë veç sa zmadhohet dhe zbardhet historia e të ranëve tanë për Kosovën e lirë. Sa ka ndryshuar jeta juaj deri edhe familjes tuaj pas rënies së vllaut tuaj? Shqo, na ka ndëmtuar, dihet si Kosovë zakonisht na ka ndëmtuar neve, edhe rënia e vllaut ka ndikuar shumë te na, mirë po duke ditë rëndësinë që për çka ka ra, kjo na bën shumë krenare. Dhe u arrit qëllimi që Kosova të jetë shtet sovran dhe